Sot nuk është shumë e vështirë për të gjetur një video në internet ku secili jep leksione për shëndetin, për vitaminat, për suplementet. Nuk është se jam kundra, por ama jo çdo informacion është i saktë. Disa dhe mund të dëmtojnë. Ne të gjithë kryejmë analizat e gjakut një herë në vit, ose të paktën duhet i kryejmë. Dhe njëra prej testeve që duhet kontrollojmë është vitamina D, e cila tek trupi ndikon si një hormon. Ajo ndikon në imunitet, në cikël, në inflamacion, në energji dhe në oreks. Vitamina D duhet kontrollohet jo vetëm si një vitaminë normale D3, por dhe D2. Sepse në shumë raste dhe vitamina D3 normale themi, "Sto që është në rregull, jam mirë." Por jo. Sepse kur simptomat vazhdojnë dhe kemi akoma të njëjtin problem, i bie që vitamina D2 është 0. Shumë testojnë vetëm vitaminën D3, por vitamina D do kontrolluar D3 dhe D2 së bashku. Vitamina D3 është ajo forma që merret nga dielli, ndërsa D2 është rezervat e trupit tonë. Një sekret i cili ndikon në përthithjen e vitaminës D ose në vënien në punë të funksionit të vitaminës D është magnezi. Nëse magnezi është i ulët, vitamina D nuk futet në punë, nuk kryen funksionin e saj. Një tjetër lidhje është vitamina D me hekurin. Nëse ferritina është e ulët dhe vitamina D do jetë e ulët. Mënyra se si e marrim vitaminën D ndikon, forma se si është dhe si e marrim. Nuk duhet ta marrim asnjëherë me stomakun bosh dhe vetëm me ujë, sepse ekziston mundësia të përthitet vetëm 50% e saj. Dhe rëndësia që thash për magnezin, duhet parë magnezin nëse është i ulët, nuk funksionon, nuk e merr vitaminën D kot suplement, thotë pse s'po më rritet, pse s'po më shkon në vlerë normale, për shkak se nuk funksionon, nuk hyn në punë nëse nuk ka magnez. Simptomat që tregojnë mungesën e vitaminës D, që shumica e din, po thjesht një përsëritje. Është një lodhje e vazhdueshme që nuk përmirësohet edhe nëse shplodhemi. Është një gjumë i keq, është nervozizëm, është imunitet i dobët, dimi e muskush. Të fëmijët mund shfaqet me irritim, me një gjumë të shregullt dhe me një zhvillim rritje të ngadaltë. Pra vitamina D hyn kudo në çdo pjesë të trupit. Rëndësia të kontrolluarit është shumë e rëndësishme. Kjo është vetëm pjesa e parë për sa përket videove në shpjegimit të analizave të gjakut. Do vi më shumë video të tjera, por ju lutem më ndihmoni me një follow, me një subscribe, do të thotë shumë për mua për të më suportuar për të bërë video të tjera. Uroj të jeni mirë.